sot në darkë është prajmi i radhës i Big Brother VIP Albania. Këto ditë në shtëpi ka pasur shumë debate. Gjithashtu u zhvillua edhe një dasëm tradicionale brenda shtëpisë së Big Brother VIP mes Selinës dhe Gimbos. Rogerti dhe Juela që në fillim u munduan ta prishnin dasmën. Më pas, Rogerti prishi dekorimet e dasmës dhe madje hodhi në tokë edhe tortën, një sjellje skandaloze. Dhe sigurisht, produksioni nuk reagoi, pasi skandalet shesin dhe produksionit i interesojnë vetëm klikimet. Ndërkohë, në televotim janë Arditi, Artani, Juela, Mateo, Miri dhe Rogerti. Janë hapur shumë sondazhe për të parë se si kanë votuar shqiptarët. Në sondazhin ton, me pyetjen "Kë doni të shpëtoni?", kemi këto rezultate. Në vend të parë, renditet Mateo, si më i votuari, me 71% të votave. Në vend të dytë, Arditi, me 14% të votave. Në vend të tretë, Miri, me 6% të votave. Në vend të katërt, Artani, me 4% të votave. Ndërsa në vendin e fundit, me barazi votash, ndodhen Juela dhe Rogerti me 3% të votave secili. Sipas këtij sondazhi, i eliminuari duhet të jetë mes Juelës dhe Rogertit. Por siç dihet, është produksioni ai që vendos se kush duhet të largohet. Ndaj të rrezikuar për të dalë, duken edhe Arditi ose Artani. Po ju, kush mendoni se duhet të largohet sonte? Për informacione të minutës së fundit, bëni subscribe në kanalin Zona VIP.